kemi kurimin e nervit sciatik. Ai nerv fillon nga lumbalja këtu, kalon tek sakralet, nga prapanica deri poshtë, domethënë e kap edhe komën. Edhe në dhimbje të mëdha që kanë probleme njerëzit. E Muhamedi alayhi salatu wasalam na ka treguar se çka duhet me përdor për këtë nerv dhe për këtë problem. Transmetohet nga Ibn Majah, që sjell në Sunenin e tij në hadithin e Muhammed ibn Sirinit, i cili përcjell prej Enes ibn Malikut se e ka dëgjuar thot Muhamedi alayhi salatu wasalam, që thot shiatiku shërohet, thot, shikoni, shërohet me dhjamin e pjesës rreth e rrotull bishtit të deleve të beduinëve. Domethënë, ai dhjam që del prej bishtit të deleve që del, që ato duhet me pi dhe ajo ndikon që mu shëru ky nervi shiatik. Domethënë, kushdo që e ka këtë problem, le ta përdor këtë dhjam dhe me lejnë Allahu subhanahu wa taala shërohet. Vazhdon hadithi thot, i cili pasi shkrihet, thot ndahet në 3 pjesë. Dhe pastaj pihet esëll 3 ditë rresht, çdo ditë nga një pjesë. Çdo ditë nga një pjesë. Po tash dikush mundet me thonë, a me shku than në arabi tash me marr në atë dhjamin, se po thot beduina apo arabe. Ulemat kanë thonë, ma mira është ajo, por se lejohet edhe delet e tjera. Nuk ka asnjë problem. Domethënë nga bishti, çaj dhjami që del me shkrinjë dhe me pi. Për nervin shiatik.